vërtet temperaturat janë shumë të larta, ndjehen të gjithë të rrezikuar dhe të rriturit dhe fëmijët, po për fëmijët duhet kemi kujdes që nga paraqitja, që nga ekspozimi në diell, duhet të jetë mbas orës 10 dhe deri në orën 5, fëmijët nuk duhet ekspozohen në diell. Fëmijët që janë pak më të mëdhenj dhe kanë dëshirë të luajnë, edhe ato nuk duhet bëjnë lojra intensive që t'i provokojnë djersitjen, mundësisht ato lojrat që mund t'i kenë me puzzle ose me kuklla ose domethënë lojra pa djersitje të jenë nën hije, të jenë sa më shumë të rehidruar, të pinë lëngje sa më shumë dhe të evitojnë lëngjet me shumë sheqer, pra kryesisht të pinë ujë, lëngje të përgatitura në shtëpi. Të kenë kujdes prindrit se mos i lejnë fëmijët në makinë me dyrë mbyllur në asnjë mënyrë sepse është një rrezik shumë i madh, temperatura ekstreme dhe ajri i mbyllur i makinës. Për fëmijët që ikin në plazh, kapelja patjetër, veshjet duhet të jenë sa më të lehta dhe me materiale që të lejojnë aerosjen, pra të jenë materiale të pambukta. Tjetër, kremi i plazhit për fëmijët që ikin në plazh, fëmijët në 6 muajsh patjetër nuk duhet të ekspozohen në diell se edhe kremi i plazhit nuk lejohet për këto fëmijë, pra duhet të jenë gjithmonë në hije dhe mos bëjnë gabim që duke menduar që janë në hije t'i lejojnë të flenë nën çadërsh, edhe ajo është e gabuar. Fatmirësisht, në këtë periudhë nuk kemi raste të shtuara. Jemi në një periudhë të qetësie, si thua, mbas edhe prindërit tregohen të kujdesshëm. Nuk po them kemi patjetër pickime, urtikarje, gastroenterite, po jo në forma aktualisht në pediatrinë e Elbasanit sot e 24 fëmijë të shtruar, që domethënë krahasuar me periudhat e tjera të vitit është pothuajse 1/3.